Mënyra më e mirë për duaja është dy llojesh. Duaja e shpejtë që njeriu bën për një moment, për një situatë, kjo s'ka nevojë për asnjë gjë. Dhe duaja që njeriu ka nevojë me bëu dua për një gjë fikse, caktuar. Atë kjo dua niset me durët nga lart. E nis me falënderimin e Zotit. Salavatet me pejgamberin. Lavdro Zotin për të mirat dhe prano të mirat e Zotit. Tregoj Zotit dobësinë tate që s'ka ke dhënë hapun këtyre të mirave që ka dhënë. 4. 5. Futu ka halli ke sikleti që ti ke. 6. Mbyllë duan duke çuar prapë salavat me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Si? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Futesh. O Zot, ty të falënderoj për gjithë ato mira që më ke dhënë, çdo gjë që kam prej teje. O Zot, unë jam i dobët me të dhënë ty hakun e falënderimit për këtë mirësi që ti më ke dhënë. O Allah, o Zoti, unë kam nevojë për këtë gjë. Marrove hallin që ke sikletin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kama sallaita ala Ibrahim wa amin Majid. Ose njeriu kur bën dua do ta ketë mendin aty, duhet të përqendrohet. Do të jetë i fokusuar këtë dua që bën, do ta ketë mendin aty. Lutet vazhdimisht. Ti mos mendosh e bën duan një herë marrove punë. A duhet përsëri duhet po. Do të jesh i sigurt që Zoti ka përshtaton përgjigjen për atë hall që ti ke. Mos të jetë lutje e keqe për hapun e tjetrit, për padrejtësi. Pa ka lutja edhe gjëra të tjera.